Festojmë punën tonë, po mbledhim fonde dhe përbojmë përshtymë procesin për para. Let's Dance bëhet edhe njëherë me datë 23 shtator, i bjen ditë e martë. Let's Dance ka fillu si një ngjarje pak më ndryshe se ngjarjet e zakonshme. Ideja ka qenë me një mbrëmje, me organizu një mbrëmje ma e veçantë, duke pas parasysh që e ka një kauz mbrapa, por të njëjtën kohë ku njerëzit munden edhe muar këtu me kalu një kohë duke u rrjedzu me organizata, biznese, partner, shok dhe shoqe, familjar, pse jo, e krejt kjo ka lind kështu ideja, si fillim ka lind para 9 viteve, të e pas parasysh që ka mungu diçka e tillë në qytetin e Prishtinës dhe Let's Dance vlen të theksohet që është një ngjarje që organizohet nga Aksioni për nëna dhe fëmijë, një organizatë jo qeveritare, e cila mirret me përmirësimin e shëndetit të nënave dhe fëmijëve. Është një event ku pritet prej njerëzve me kthy, muar këtu, mu rrjedzu, ka me pas ftu ndryshëm prej bizneseve, prej ambasadave, prej shoqënisë civile, po edhe persona që me vullnet të tyre të mirë kanë me marrë pjesë, kanë blej bileta dhe kanë me marrë pjesë. Kemi me pas muzik live, kemi me pas set me DJ, kemi me pas disa fjalime, aktivitete ndryshme, po presim prej pjesëmarrësve me u kënaq edhe mu bashku për një kauzë që ka qenë tike se qyshe ka më se ata shë 9 vite. Let's Dance çdo vit i dedikon në një kauzë të caktuar apo në programe shëndetësore për të krijuar qëndrueshmëri dhe për të zbatuar ndër vite këto programe. Mirë, po vitin e kaluar specifikisht këto fonde përmes mbështetjes së sponsorëve, individëve, përmes blerjes së biletave që i kanë bërë, janë bledh diku rreth 30.000 euro, por edhe ne kemi shtuar edhe disa fonde të tjera ekstra nga jashta fondet e mbledhura të eventit. Na e kemi pak më të specifikuar këtë pjesën ku i ndihmojmë fondet ku drejtohen. Është pjesa e klinikave klinikës së neonatologjisë, ku lindin fëmijët para kohe, klinikës së pediatrisë dhe endokrinologjisë, tashmë që kemi ndihmuar përmes klinikës së pediatrisë. Let's Dance u bo sinonimi ngjarjeve filantropike, sidomos për shëndetin. Njerëz me vullnet mirë vinë edhe jove që e blejnë biletën edhe vinë me kalu një natë dhe mu kënaq me kthy edhe mu rrjedzu, po është një diçka shumë speciale për Let's Dance si koncept, është edhe e bjen komunitetin bashkë. Domethënë tu janë nisë prej ushqimeve, i përmend dihana, pijeve, muzikën, krejt këto vjen komuniteti bashkë dhe punojmë së bashku për me realizu një natë, që është domethënë kulminacioni i krejt që ka bojna na gjatë vitet. Domethënë festojmë punën tonë, po mbledhim fonde dhe përshtymë procesin për para. Përveç që i kemi pru në tandem me ilaqet, i kemi bo edhe avokim 10 vjeçar, edhe si rezultat tash furnizon edhe shteti vetë me këto ilaqe për familjet ose për fëmijë që ka nevojë. Kështu që na përveç ngjarjeve filantropike, përveç mbledhjes fondeve, bojmë edhe avokim edhe informacione të bazuara në evidencë. Domethënë çkado që postohet në rrjetet tona sociale, çkado që flitet në për trajnimet tona janë hynë për disa filtra edhe për pilot programi dhe për qaj kontenti ose për mbajtja që postojmë na. Po, pra, ngjarja Let's Dance bëhet edhe njëherë me datë 23 shtator, i bjen ditë e martë, prej orës 7:30 apo në 19:30 do të filloj eventi me pritjen e musafirëve, ku do të jetë një koktejl rasti para se të fillojmë me fjalimin, me programin ton zyrtar, ku i presim me një koktel aty përpara. Mandej do të jetë programi ku do të fillojë rreth orës 8:15. Pastaj pas programeve, arritjeve që do të prezantohen, sukseset, storit e suksesit, do të filloj një natë ku do të jetë me arktem, me muzikë.